ka zgjedhur ditën e Shën Valentinit për të dhënë dorëheqjen, jo se ky ishte vullneti i tij, por i partisë së tij. Kryeministri italian Enrico Letta është vënë me shpatulla pas murit nga kreu i Partisë Demokratike të Italisë, Matteo Renzi. Për shkak të presionit brenda partisë së tij, kryeministri Letta është detyruar të dalë me 2 qëndrime të ndryshme brenda pak orësh, ndërsa paraditën e së njëjtës deklaroi se nuk ishte në planet e tij tërheqja si kreu i ekzekutivit. Pas mbledhjes së Partisë Demokratike u detyrua të dalë e të deklaroj se të premten do t'i paraqes dorëheqjen presidentit të vendit, Giorgio Napolitano. Enrico Letta nuk ka arritur të marrë vot besimin në partinë e tij, ndërsa duke e pritur një vendim të tillë, ka preferuar të mos ishte i pranishëm në mbledhje. Përfaqësuesit e kësaj partie miratuan me 136 vota pro, 16 kundër dhe 2 abstenim dokumentin e paraqitur nga sekretari dhe kryebashkiaku i qytetit të Firences Matteo Renzi, në të cilin kërkoi krijimi një qeverie të re. Me një mbështetje maksimale, Renzi ja ka dalë të largojë Lettën nga drejtimi i qeverisë, pasi sipas tij Italia ka nevojë për ndryshim. Matteo Renzi është shprehur gjithashtu se nuk ka ndrojtë të thojë se është ambicioz, çka do të thotë se ai tashmë synon të jetë kryeministri italianëve. Matteo Renzi, kryebashkiaku i Firences dhe një prej politikanëve më karizmatik dhe popullor në Itali, do të jetë kryeministri i ri i vendit.